Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot po ndaj me ju një nga mënyrat më të mira se si të përgatisni qofte në shtëpi. Kanë një shije dhe aromë fantastike, janë krokante në sipërfaqe dhe të pambuk të buta në brendësi. Kështu që nuk është nevoja që t'i merrni më gati, por mund t'i përgatisni ato mjaft lehtë në shtëpinë tuaj. Qëndroni me mua deri në fund të videos ta ndiqni recetën hap pas hapi. Në një enë kam shtuar 500 gram mishvici të grirë, një qep të cilën e kam ngrirë në rende dhe ja kam hequr lëngun që ajo lëshon, krip, piper i zi, rigon, hudhër dhe spec të kuq. Kam shtuar dhe 2 lugë bukë e thekur e grirë. Nëse ju mungon, mund të shtoni 2 lugë miell, majdanos të freskët dhe 2 lugë gjelle vaj ulliri, 50 ml ujë i gazuar. Kjo është shumë e rëndësishme pasi i bën shumë të buta. Masën do ta përzihem shumë mirë me ndihmën e një luge ose me duar si ta keni ju më të lehtë derisa të na formohet një brum mishi si ky që po shihni në video. Nëse ju gjendet një formë e tillë, mund t'i vendosni, pra mund t'i prisni sipas mënyrës ime, ose mund t'i jepni formën si të jetë më e lehtë dhe si të jetë më e thjeshtë për ju, dhe kështu do t'i skuqim në vaj të bollshëm dhe në temperaturë të ngadaltë. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë mund ta shkruani në koment, dhe nëse jeni i ri në kanalin tim, unë ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia, dhe nëse ato ju pëlqejnë mund të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Dhe do vazhdojmë skuqjen kështu derisa të mbaroj masa që përgatitëm. Ne i shijuam me panine, kështu të shoqëruara me pak krip dhe spec të kuq, fiks ashtu si të shiten bukë me qofte jashtë, dhe është shije që vërtet nuk ka të krahasuar, pasi kur i përgatit vet e di vet shumë mirë se çfarë përbërësish kanë. Dhe mos harroj pa thënë se nëse dëshironi që të shmangni yndyrën, mund t'i piqni edhe në furrë, por të them të drejtën, të skuqura janë më të mira. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypje në koment.